Kitë krizë ekonomike që ka përfshi popullatën shumic, tani prap ende me shku me shtrejtime e energjisë elektrike është për mu një papërgjësi totale. Edhe institucioneve kompetente, po edhe qeverisë. Nuk duhet lejohet kjo. Edhe ne po presim diçka ma mirë, punohet ma mirë, t'i shërbehet këtij populli, këtij vendi ma mirë, por kështu, vetëm të mendu, në ngritjen e çmimeve, kur në uljen, nuk është një gjë e mirë. Real po pëson shumica e popullatës, e cila nuk i ka burime të rregullta të ardhurave personale dhe ta kenë, sidomos tash po thon gjenerata e imja edhe këta tjerë ta kanë ma të sigurt, ma të dinitetshme edhe ma të qetë. Gjithmonë jemi në presion, për shifni edhe vetë, presion, duke filluar prej çmimeve, situatën e përgjithshme, ekonomike edhe të sigurisë. Ecim atutje, për rinia e humbi shpresën edhe shpresa shkoj, për fat keq. Po si qytetar me të vërtet po ndikon shumë. Shumë, apo më tonë, rrogat nuk janë qaq sa që po hyp çmimet. Sidomos tash për Ramazan 5 euro një kilogram spesa kur s'ka qenë. Edhe rryma tash nëse hypa ati edhe këto gjëra tjera atëre rrogat kërkunis jemi. Nëse dojmë me mbijetu, a me qëtë sistem shumë shtirë. Apo mendoni që për Ramazan janë ngritë çmimet qëllimisht? Qëllimisht janë ngritë. E shteti kur gjë s'ka marrë masë. Mu po mje keq, shteti ka pas gjithë shteti me marrë masa mos me leju, mos me bu. Aty janë të shtrat janë. Ku ki pati 5 euro një kilo speca, asëm të rendim s'ka. Po duhet me bojkotu, se jo, shteti shka ka me bu. Duhet me bojkotu, mos me blej edhe u kry puna. Dhe sa çmimi jeti mos mendoni që është? Unë shumë është... Po shka, rrima, mas lirë të e kemi kretë regionin. Shka me të thonë, nuk janë përballueshme çmimet. Çmimet janë shumë të larta, rroga s'ka, njëri ky popull. Shka me thonë tjetër? Rryma që më paralajmërohet? Po, rryma, nuk di, edhe rryma, ka se hyp, zdi që ka bëhat, jam e ti. Po, qëtës s'ka me shtuë. Dhe të mendojnë ata qeveritarë për këtë popull. Po sigurisht në këtë gjendje njën shumë vështirë për të përballuar, mirë po realiteti është realitet, edhe qytetarët janë mësu këtu në Kosovë që mos me reagu ku duhet me reagu, veç reagojnë ku s'duhet me reagu. Edhe unë shpresoj që ndoshta një vetëdijësim i qytetarëve do të jetë, do të bëjnë reagimin e duhur, cilën duhet të jetë një reagim i fuqishëm, siç po ndodh në vendet e rajonit. Si çmim në qoftë se e marrim, është me të vërtet në bazë të ardhurat që i kanë, tyrat që i kanë, është çmimi shumë i lartë. Sidomos për bizneset, ku do në vendet perëndimore bizneset i favorizojnë me çmime, ndërsa këtu bëjnë të kundërtën, i destimulojnë. Ndërsa deklaratat i kanë plot gojë, plot premtime, derisa kryet puna për shtetit, kur e kryen për shtetin, pastaj mirupafshim herën tjetër.